është i vetmi subjekt që vetëvendosja mrin me manipulu dukshëm, haptas. Mrin me manipulu deri në pikën sa e runë momentin e fundit për me kërku një kusht të cilin LDK-ja nuk ka kohë as me paraqit. Do më thonë, na po shohim sot që nuk ka tendencë nga ana e vetëvendosjes me ullë me një subjekt, që është LDK-ja, me diskutu zgjedhjen e presidentit. Edhe pse na i shohim të i dërgu letra, të cilat do t'i dërgoj edhe në vazhdimsi haptas, por nuk shohim një vullnet, sepse tash i ka edhe numrat, e ka shumë atlet, që të diskutoj për pozitën e presidentit. Unë besoj edhe do të mbetet me u pa që kjo lloj kërkese ka me u bosh në minutin e fundit, do me thonë shumë pak kohë para skadimit të afatit të presidentës, në mënyrë që kërkesa e LDK-s të jetë shumë më ulët se sa ajo që mundet me konë në këto momente që po flasem. Po, thua që LDK-ja nuk... A mund të jetë LDK-ja përgatitur ndoshta për këtë moment? Mund të ketë ndoshta edhe ajo një strategji ose themi një mënyrë të organizimit se si do të funksionojë në momentin kur edhe ndoshta do t'i vijë kjo ftesë nga lëvizja vetëvendosje. Do të thonë, mund të themi që LDK-ja mund të përgatitet dhe ndoshta ta zënë në befasi lëvizjen vetëvendosje? Unë thash edhe më herët, çdo lloj përgatitje e tillë tregon që te jetu munu me bu një opozit të shëndetshme të mirëfillt.